Ditën e parë të shkollës mëson se institucioni që ajo punon si mësuese prej 18 muajsh e ka pushuar nga puna. Floriana Musaraj punonte si mësuese zëvendësuese me kontratë rregull në shkollën profesionale elektrike Pavarësia në qytetin e Vlorës. Me një vendim të drejtorit të komanduar, ajo është pushuar nga puna dhe është zëvendësuar nga një tjetër mësuese, e cila sipas Musarajt është edhe pa kontratë. Ajo sot që më bën është dhe që jam drejtuar edhe televizioneve tuaj kërkojnë nga ana ministrisë në bazë të proceseve ligjore të ndiqet çështja. Nëse më takon mua që kam mbajtur vendin e punës për rreth një vit në gjuhë letërsik mësuesi, kam një shkresë aktualisht nga drejtoria arsimore të cilën Gentiani nuk e pranon, por më thotë që me këtë shkresë mund të largohesh nga vendi i punës, ndërkohë që sot i ka dhënë orët mësimore, i ka dhënë klasë kujdestari mësuese se cila nuk ka asnjë shkresë, por ka ardhur nga rruga dhe është sot në vendin e punës. Të kontaktuar në telefon përfaqësues të drejtorisë arsimore Vlorë pohojnë se shkarkimi i Musarajit është i paligjshëm dhe po merren me shqyrtimin e këtij rasti.